Gjykata kushtetuese shqyrton sot dosjen lidhur me një vendim të GKK-s pas kërkesës së SPAK sa i takon pezullimit nga funksionet qeveritare të Belinda Ballukut. Zëvendës kryeministres i është komunikuar akuza nga SPAK, ndërsa Prokuroria Speciale kërkoi në GKK masën pezullim nga detyra qeveritare për Ballukun. Vendimi i miratuar nga gjykata kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit shkaktoi një përplasje kompetencash mes ekzekutivit dhe sistemit të drejtësisë. Kryeministri Edi Rama e konsideroi vendimin e GKK-s bazuar në kërkesën e SPAK si një ndërhyrje të fortë dhe antikushtetuese të gjyqësorit në ekzekutiv. Në kushte të tilla, Rama ju drejtuai gjykatës kushtetuese, e cila fillimisht vendosi të pezullojë zbatimin e vendimit të GKK-s, pra pezullimin nga detyrat të Ballukut, dhe më pas të kaloi çështjen për një shqyrtim në themel. Sot në orën 10, kushtetuesi amblidhet për të shqyrtuar dhe marrë një vendim. Sipas një njoftimi zyrtar nga gjykata kushtetuese, objekti i shqyrtimit është zgjedhja e mosmarrveshjes së kompetencës së krijuar ndërmjet kryeministrit dhe Këshillit të Ministrave nga njëra anë dhe gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar nga ana tjetër, lidhur me pezullimin e ushtrimit të detyrës së antarit të Këshillit të Ministrave. Gjithashtu, objekt shqyrtimi është fuqizimi i vendimit numër 118, datë 19 nëntor 2025 i gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar për pjesën që ka disponuar vendosjen e masës ndaluese të pezullimit ushtrimit të detyrës së zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë, si një akt që cënon garancinë e imunitetit të antarit të Këshillit të Ministrave, parimin e ndarjes së pushteteve dhe kompetencat e organeve që kushtetuta ka caktuar si autoritete që propozojnë, emërojnë dhe miratojnë ministrat në detyrë. Po kështu, gjykata kushtetuese do të shqyrtojë edhe shfuqizimin e vendimit numër 120, datë 22 nëntor 2025 të GKK-s së shkallës së parë për pjesën që ka disponuar për vazhdimin e zbatimit të masës ndaluese të pezullimit të ushtrimit të detyrës së zëvendës kryeministrit dhe ministri i infrastrukturës dhe energjisë, si një akt që cënon garancinë e imunitetit të antarit të Këshillit të Ministrave, parimin e ndarjes së pushteteve dhe kompetencat e organeve që kushtetuta ka caktuar si autoritete që propozojnë, emërojnë dhe miratojnë ministrat në detyrë.